من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Me të vërtet lavdërime dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Jemi në ligjëratat javore që mbahen çdo të diel pas namazit të akşamit. Këto jemi në kuvendet e ditorisë, në kuvendet ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, në kuvendet e ditorisë ku mësohet rreth fjalës së Allahut dhe ku mësohet rreth fjalës së pejgamberit alayhi salam. Pra, këto janë kuvendet e ditorisë ku zbret falja dhe mëshira e Allahut. Këto janë kuvendet e ditorisë ku mujna me arrit faljen e Allahut, përveç se marrmi dituri, përveç se mujna me shtu imanin ton, mujna dhe me fitu xhenetin, mujna dhe me fitu faljen e Allahut. A ka vlerë më të madhe se kjo? Sot me lejnë Allahut, do të flasim rreth përmendjes së Allahut. Në këtë botë kena ardhur me adhuru Allahun, kena ardhur me bëu vepra të mira, që me fitu kënaqësinë e tina, me fitu xhenetin. Edhe na, në çdo ligjërat apo në çdo ders apo në çdo këshill mundohemi me përmend një prej veprave të mira që na duhet me kry, ose është prej sunetit të pejgamberit alayhis salam me kry, ose përmend diçka prej të ndaluarave që e ka ndaluar Allahu dhe ka ndaluar pejgamberi alayhis salam që duhet mu largu prej saj. Njerëzit e mirë, muslimanët e mirë në çdo tubim mundohen me përmend Allahun, ulë thot bismillah. Mahnidet me diçka thot subhanallah. E në të vende ku përmendet Allahu, atë zbret mëshira e tina edhe ik shejtani. Ndërsa në atë vend ku s'përmendet Allahu, atë I bëhen vetëm haram, se hyn shejtani aty në mes edhe bën kërdi. E dhikri I njerëzve të mirë është madhrimi I Allahut, falënderimi I Allahut, vërtetimi I njësisë së Allahut për tauhidi. Ndërsa dhikri të prishurve, dhikri njerëzve të keq është muzika, është përgojimi, është mallkimi, është sharja, janë fjalë të dyta. Se edhe muslimanët e kanë dhikrin e vet. Mirë po ato të prishurit edhe ato bëjnë dhikr. Mirë po ato bëjnë dhikr në mëkat. Ato bëjnë dhikr në hidhërimin e Allahut subhanahu wa taala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vërtet zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Sado që njeriu e mbush jetën e tij me të mirat e kësaj bote. Sado që njeriu arrin pozit, arrin pallate, arrin pasuri të mëdha, vadihalla çat kënaqësinë që ta jep dhikri përmendja e Allahut, kur të sta hapin për të mirave të dunjas. Se ti krejt që ta mund të pas, këtë mirat e dunjas mund të pas, qetësinë zemër nuk e ki. E qetësinë zemër, qetësinë trup, më kon rahat, ta jep përmendja e Allahut, ta jep adhurimi I Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa thot Allahu, kush do që ja kthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të mjeruar dhe ne në ditën e Kiametit do ta ringjallim të verbër. Kush ja kthen shpinën udhëzimit Zotit, ka
me pas jetë keqe. Ai do thot, o Zoti im, pse më ringjallët e verbër kur unë kam shikuar më parë, kam pa. Allahu do të thot, kështu thot erdhën shenjat e tona, e ti i harove ato, e po ashtu sot do t'i ishi haruar. Pra në ditën e gjykimit do t'i jetë i haruar ai person që e ka haru Allahun këtë botë, se ka përmend Allahun këtë botë. Për gjithë që i ka shku mend, vetëm për Zotin ja. Për gjithë që i ka shku mend në këtë dunja, vetëm për botën tjetër, vetëm për ditën e gjykimit ja. Thotë Allahu në Kur'an, thotë o ju besimtar, përmendeni Allahun shpesh, në mëngjes dhe në mbrëmje, në çdo mëngjes dhe në çdo mbrëmje. Përmendeni Allahun shpesh. Përmendja e Allahut ka shumë dobi, ka shumë mirësi që na do t'i përmendim me lejen e Allahut. Kush konsiderohet prej njerëzve që e përmend Allahun shumë? Ibn Salahu thot, kush e përmend Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje, me dhikrat e caktuara të shariatit, Kuranit dhe të Sunetit, që janë transmetuar prej të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai është prej atyre që e përmend Allahun shumë. Për dihet se është prej Sunetit të pejgamberit alaihi salam, me përmend Allahun me bë dhikrin e mëngjesit edhe të mbrëmjes, mi bo lutje, dua që i ka bo pejgamberi alayhi salam. E kush i ban këto, thot Ibn Salahu, konsiderohet se është prej atyre që ban dhikr dhe përmend Allahun shumë. Ndërsa Ibn Taymija ka thonë, kush vazhdon në dhikret e caktuara të pejgamberit që të transmetuara prej pejgamberit alayhi salam, si ato që janë kur të ishin në xhami, kur të shpi xhamia, çati kanë lënë disa vllazë letrën, që është doaja që ka bo pejgamberi se kur ka hijë xhamia dhe kur ka dalë xhamia është mirë, që me lexon një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pesë herë, 10 herë, s'ka mo pa të hidrum. Edhe mos nuk vinë as tetra që është e dera. Edhe mëson përmend që edhe e bën çdo herë. Kush e bën dhikrin thot kur të veshët edhe kur deshet, kur të hin WC edhe kur dalë prej WC-s, kur të flan, por edhe kur të zgjohet, pa ora dhe pas bukës, thot ai është prej atyre që e përmend shumë Allahun e lartësuar. Se ditë se pejgamberi alayhis salam çdo moment, çdo pozitë, çdo veprim që e ka bërë, e ka përmend Allahun. Edhe kjo ka shumë begati dhe shumë mirësi. Me përmend Allahun para se me hi nevojtore, mbrohesh prej sherrit të gjinëve dhe të shejtanëve. Me përmend Allahun ti, kur dish pi shtëpia, më thon bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, mbrohesh prej sherrit të sheraxhive. Ka shumë begati kur ti në shtëpi, më thon bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna. Në emër të Allahut hym, në emër të Allahut dalim, edhe tek Allahu mbështetemi. Ata ti mos ka vën shejtani. Mirë, po njerëzit kur se përmendin Allahun, s'bën bismillah kur hinë as kur dalin, pastaj shejtani aty e ka ndikimin e madh. Pastaj ndodhin përçarje, pastaj ndodhin konflikte në shtëpi, në xhami e kudo. Pse? Pse njerëzit e përmendin pak Allahun subhanahu wa taala. Është transmetuar prej Abdullah ibn Bishrit radhiyallahu anhu, i cili ka pyetur pejgamberin alayhis salam, "O i dërguar i Allahut, dispozitat e Islamit janë botë shumë numërta, janë botë shumëta. Prandaj më udhëzon në ndonjë vepër që ti përmban fort asajda." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i përgjigj me dha, përmende tha Allahun pa ndërprerje. Pa ndërprerje përmend Allahun, çdo gjendje që je. Përveç dihet kur je në gjendje që zvan përmend Allahun, përmend non stop Allahun. Non stop le jetë gjuha jote e lagur duke e përmend Allahun subhanahu wa taala, edhe kimi po mirësitë edhe begatitë që kanë me ta. Këtë botë, po edhe në botën tjetër. Dihet se dhikri përmendja Allahut ka shumë mira. E kemi cek se ka prej dietarëve që e përmendin se dhikri më i mirë është leximi i Kuranit, se Kurani është fjalë e Zotit, ti duke lexuar fjalën e Zotit, edhe kjo është dhikr. Disa dietarë kanë thënë, normal duke u argumentuar prej haditheve të pejgamberit alayhis salam, kanë thënë se dhikri më i mirë është la ilaha illallah. Me bo dëshminë e shahadetit, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut, dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij. Pra secili dhikr, secila përmendje Allahut
e ka vlerën e vet. Vlerën që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Dikush i kishte thënë njeriu të devotshëm, teksa ishte në çastet e vdekjes, i kishte thënë, kujtoj Allahun, e ky kishte thënë, nuk e kam haruar Allahun që më kujtu tash. Unë sa herë kam përmend Allahun. E përmend Allahun ai që ka haruar, ai që e përmend në stop Allahun ai nuk haron. Se sa herë përmend Allahun. Kështu në çastet e vdekjes. Po kjo është edhe një punë e mirë që na do të më ditë, që na do të më përkujtu të vdekurve. Kur e shohim se dikush është duke dhënë shpirt, ose që shtojnë në shtratin e vdekjes, ose në gjendje shumë traumë që pritet minuta minutës që me dek, më përkujtu fjalën la ilaha illallah. Se ditë se pendimi pranohet deri në frymërin e fundit. Deri në frymërin e fundit pranohet pendimi, Allah e pranon pendimin. Kur vjen më fryma e fundit, kur vjen më gargara e fundit, ata nuk pranohet kur gjao. Më derisa është duke marrë frymë, është duke jetu. Kujtoja Allahun, thuj pendohu kur ka falë se Allahu të fal. Unë shkoj edhe në çastet e fundit, edhe Allahu të fal se Allahu është falës dhe është mëshirues i madh. O ju të cilët e keni ngarkuar veten me mëkate, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu i fal të gjitha mëkatet, të gjitha Zoti i fal. Innahu huwal ghafurur rahim. Ai është falës edhe mëshirues i madh. Pra mësoj se dikush, a besë kisha s'ka bëu deri çfarë shumë është kam thënë për mendë Zotin ose pendohu. Jo. Ti më krijo obligimin tan, ti këshilloja se nuk dihet. Falë Allah të shumë e madhe, Allah mundet me falë dhe mundet me mëshiru, dërsa sebeb unë është më kam ty. E kemi të cek shpesh, se nja do të me pas gajlet madhe, se a kina me pas fundin e mirë ajo. Qish kina me dek na, do të me pas gajlet madhe. Do të me pas brejnë të madhe, me lutë Allah në Allah, mësona me pas fundin e mirë. Njëri devotshëm kishte thonë, pasha Allah, unë e di kur Allah më përmend mua. Unë e di se kur Zoti më përmend mua. Njerëzit e pyetën, ku e di ti se Allahu i duket përmend ty? Ai kishte thënë, kur unë e përmendi Allahun, Allahu më përmend mua. Fadhkuruni adhkurkum. Fot Allahu, prandaj më kujtoni mua me namaz dhe me lutje, e unë ju kujtoj juve. A do në Allahu më të përmend? Përmendet ti Allahun. Përmendë Allahun me namaz dhe me lutje, me istikrar, me lexim Kur'ani, me dhikrat që i ka dhënë pejgamberi alayhis salam. Allahu ka më të kujtu ty, Allahu ka më të përmend ty, Allahu ka më të kujtu ty në çastet më të vështira që do t'i kesh. Kur e ki mas zorti, Allahu ka më të aletu ty. Kur i ti mas vështiri, Allahu ka më të gjetë rrugëzgjetje edhe rrugdalje mbrejtjen tane, sprovën tane, në fatkeqësinë tane që ke pas në jetën e kësaj bote. Por edhe në ditën e gjykimit. Nuk do të gjesh në Islam adhurim më të madh se sa dhikri, se sa përmendja e Allahut. Muslimi në sahihun e tij e përmend se pejgamberi alayhis salam u kishte thënë shokëve tina, u kishte thënë sahabëve, ju atë kaluan të vetmuarit. Sahabët e pyetën se cilat janë të vetmuarit o i dërguar Allahut? I dërguar Allahut tha janë ata besimtarët, edhe besimtarët që e përmendin shumë. Këta janë të vetmuarit. Vetmuan me vetveten e tyre, vetmuan edhe përmendin Allahun subhanahu wa taala. E i vetmuar është ai njeri i cili tërë jetën e tij e ka kaluar në ibadet në adhurim. E tradhen njerëzit, sikurse kjo kategori e njerëzve, sikurse këto njerëz. Disa të tjerë thonë se me njeriu e vetmuar mendohet njeriu që dallohet me ditori, është vetmu duke kërku ditori, duke mësu, duke lexu dhe duke studiu. Dhe thot me përmendjen e Allahut nga ana e tij kur gjendet në shoqëri me shokët e tina, sepse njeriu kryesisht flet për atë që e don. Secili njeri flet për atë që e don. E Imam Gazali në librin e tij në Al-Ihya Ulumuddin ka thënë, kur njerëzit të bohen në ndonjë vend, secili e flet atë që e don. Zdruktari thot gjithmonë flet për drurin, se me çata punon, me ta ankohen me çata mirët, dhe kur sa që ta akullët me dikon, temën e drurit e ban. E fërkatari thot gjithmonë flet për hekurin, se me çata punon. Shitësi i pëlhura, dhe thot flet për
pëlhurat, për llojet e tyre, për modelet e tyre. Ndërsa thot të dashurit e Allahut e përmendin Allahun shumë. Ata që e dojnë Zotin shumë, edhe e përmendin shumë. A ka më mirë se me deshtë Allahun? A ka më mirë se me përmend krijuesin e gjithësisë? Pra do të thonë, ti kur e përmend Allahun, ti do të thonë e don ata. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, duke folur për Yunusin alayhi salam, ka thonë: edhe po të mos ishte nga ata që i lutën Allahut, me siguri do të mbetej në barkun e saj deri në ditën e ringjalljes. Dihet se Yunusin alayhi salam ka ndru balena. E po thot Zoti, sikur se të mos i shkon Yunusi alayhi salam prej atyre që e ka përmend Allahun shumë, kish me mbetë në barkun e balenës, edhe s'kish me dalë por. Pra, çka e ka shpëtu Yunusin alayhi salam? E ka shpëtu përmendja Allahut, e ka shpëtu dhikri. Pra në qatë gjendje të rëndë dhe të vështirë që ka qenë Yunusi alayhi salam barkun e balenës, Allahu i ka dhënë rrugë zgjedhje dhe rrugë dalje që me dalë për shkak të dhikrit. Ku e dina na? Allahu sa të mira neve na ka dhënë, se Allahu neve na ka dhënë shumë mira, por na nuk mundna mi numëru. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Qofse doni mi numëru të mirat e Allahut s'mundeni. S'mundeni asnjëherë se janë të panumërta. S'mundna mi numëru të mirat e Allahut. Edhe ka njerë na harojna se sa të mira na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Sa sprova që kanë pas me na ndodh, ka qenë dhikri shkak që Allahu nuk na ka sprovu. Sa të këqija na kanë pas neve me na ndodh, është dhikri shkak që Allahu neve nuk na ka godit me ato sprova. Pra bane ti veprën e mirë. Bane ti veprën e mirë, se do ta shihsh prej dunja. Ose ndoshta ti nuk e sheh pa të mira të vinë. Ti ban të mira, Allahu t'jep shnet. Aty ka njerëz se kujton që Allahu ka dhënë shnet, dikush është i smut në spital, dikush është i shtrim në kravatë dhe smut më quë. Sa për njerëzve janë gjytër në borë dhe ti e rahat, elhamdulillah do të më thonë, kjo është mirësi prej Allahut. Sa për njerëzve s'mund me dalë prej shtëpie, prej belajve që e kanë, ty Allahu ka dhënë siguri e rahat. E të mirat, veprat e mira, dhikri, krejt veprat e mira janë sebeb që Allahu neve me na dhënë lumturi. Tirmidhi ju e përmend një hadith me zinxhir të autentik, me zinxhir të sakt. Thuhet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a dëshironi që t'ju udhëzoj për një vepër që është më e mirë dhe më e pastër tek Zoti juaj, dhe më e mirë se sa ta takoni ju armikun tuaj, e ju t'i sulmoni ata dhe ata t'ju sulmojnë juve. E sahabët i thonë, na tregoni dërguari Allahut se cila është kjo vepër me çka të vlerë të madhe. E dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, kjo tha është përmendja e Allahut. Pra përmendja e Allahut ka vlerë më të madhe se sa xhihadi në rrugën e Allahut, duke u argumentuar me këtë hadith të pejgamberit alayhi salam. Përmendja e Allahut ka vlerë më të madhe se sa sadakaja vullnetare. Ka vlerë më të madhe se sa agjërimi vullnetar, për mëna sa shpërbime të mëdha kanë këto. Me shkun gjatë për hir të Allahut, me agjeru për hir të Allahut, mu falë për hir të Allahut, dhikri e pas ka vlerën më të madhe se sa këto vepra që janë me vlerë shumë të madhe. E Buhariu e përmend se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë për ata që e përmendin Allahun, ai që e përmend Allahun dhe ai që nuk e përmend Allahun është sikur se i gjalli me të vdekurin. Pra i personi i cili jeton hec ndikon. Është i gjallë në trupin e tina, mirë pas e përmend Allahun, se njeh Allahun, ai është i vdekur. Edhe pse hecën sipërfaqen e tokës, se ai nuk e njeh krijuesin e gjithësisë. Ati si shkon mendja që me përmend Allahun. Thot Allahu, ata janë të vdekur pa kur një farë gjallërie, edhe as që e dinë se kur do të ringjallën. Po i vdekur është ai person i cili nuk e kujton ringjalljen dhe ditën e gjykimit. Po jeton pa ushall, jeton qysh dën vet. Jeton pa kufizime. Hadithën në këtë jetë na jena të kufizum, jetojnë në kufizimin apo kufit që i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, jetojnë në kufit e halalit dhe të haramit. Se nëse na nuk jetojnë në kufit e Zotit, kina me jetu në kufit e epshit, ai epshi s'ka kufi.
Epshi s'ka kufit dëshirat e njeriut janë të pakufishme. Atëherë bëmi mos I kafshët, bëjnë edhe më të këqij se kafshët nëse I ndikme I epshët e tona. Prandaj Allahu I ka vendosur kufit që na me jetu një jetë mirë. Allahu ka bërë Islamin sistem që na me jetu me këtë sistem edhe nuk kanë të lumtur. E I vdekur I vërtet është ai që nuk e ka kuptuar esencën e jetës. Se dikush mendon se në këtë botë na I napish me hangër, me pi, me punu, me pas pare, për tira s'falidhje. Pse se nja Allahu s'falidhje, pse s'falët s'falidhje, pse s'agjeron s'falidhje, pse nuk e jep zeqatin s'falidhje, pse ban haram s'falidhje. Dikush nuk e ka kuptu esencën e jetës. Pse na kina ardhur këtë botë? Na kina ardhur këtë sekoti? Jo, kina ardhur me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Normal, pa janë shkaruar dhe sandet e dunjas. Pa janë shkaruar dhe sandet e dunjas, edhe këtë botë. Kina me mësu, kina me punu, kina me gjallnu, kina me martu, kina me bëu fëmijë, kina me ecë përpara, kina me zhvillu, mirë po, duke e njoftë Allahun subhanahu wa taala. Ibn Qayyim Allahu mëshiroft ka thënë se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pa ndërprerje ka përmend Allahun. Çdo frymëri e tij ka qenë përmendje Allahut. Fjalët dhe veprat e tij kanë qenë përmendje Allahut. Ai e ka përmendur Zotin e tij ditën dhe natën. Dhe zemra e tij pa ndërprerje ka qenë e lidhur për Allahun. Edhe kur ka qenë në shoqërinë e njerëzve, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj se namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime I përkasin vetëm Allahut Zotit të botrave. Këtë I përkasin Allahut. Këtë na I përkasin Allahut subhanahu wa taala. Ne pa Allahun jemi asgjë. Ne pa Allahun jemi të humbur. Ne pa Allahun jemi të dështuar. I fituar është vetëm ai I cili është me Allahun. Edhe nxënia e diturisë, mësimi për hir të Allahut, konsiderohet dhikr, konsiderohet përmendje e Allahut. Edhe mësimi, edhe na që I na mbledh këtu, konsiderohet dhikr përmendje e Allahut, se I na ndal këtu me mësu fejnë e Allahut. Pra dhe mësimi I rregullave të namazit është dhikr, edhe mësimi I rregullave të agjerimit është dhikr, edhe mësimi I rregullave të zeqatit, e të haxhit, e të gjihadit, e të qitderjes, këtë këto hynë në dhikrin dhe në përmendjen e Allahut, hynë në adhurimet e Allahut, edhe hynë në shpërblim, hynë se vape, ky shpërblim të Allahut subhanahu wa taala. E këtu tubime janë tubimet e xhenetit, e kemi thënë se tubimet ku përmendet Allahu janë tubimet e xhenetit. Janë kopshtet e xhenetit që është në dunja. Cilat janë kopshtet e xhenetit në dunja? Në tokë janë vendet ku mësohet feja e Allahut. Këto janë tubimet e xhenetit. Këto janë kopshtet e xhenetit. A ka më mirë se më ka në një kopsht prej kopshtave të xhenetit që është në dunja. Dhikrat janë të shumta që na I bëjmë çdo ditë. Për sunetet e pejgamberit alayhis salam është pas namazit, me thënë 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar, pastaj 100-ën La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Leximi ajetul kursis, leximi kul huwallahu falejit nasit. Këto janë dhikrat që I bëjmë na pas çdo namazi, që I ka bërë pejgamberi alayhis salam. Secili dhikr e ka vlerën e veçantë. Për shembull, në rastin e ngjitjes në përpjekje, në rastin e bartjes ndonjë sendi, ose më thonë La hawla wa la quwwata illa billah. Abu Musa'ib radiallahu anhu tregon se një herë ishte bashkë me pejgamberin alayhis salam dhe u ngjitshëm me një kodër dhe njerëzit rrugës kanë marrë tekbira, kanë thënë Allahu akbar, Allahu është më I madh, Allahu është më I madh. Pastaj dhe njerëzit thotë merrin tekbira, ndërsa thotë ky Abu Musa thotë unë në vetë thajsha la hawla wa la quwwata illa billah. Nuk ka forca as fuqi përveç se me forcën e fuqinë e Allahut. Thotë unë thajsha këta. E dërguari Allahu tha, Ebu Musa, i thotë I dërguari Allahut, a dëshiron të të tregoj për një thesar të xhenetit? Ju bëri gjithsesi se unë dua I dërguari Allahut, më trego për thesarin e xhenetit. E I tha, ato janë fjalët la hawla wa la quwwata illa billah, janë thesari I xhenetit.
Nuk ka forcë as fuqi, përveç forcës edhe fuqisë së Allahut. La hawla wala quwata illa billah. Kur jeni vështirësi, kur jeni gjendje tram, thuaj la hawla wala quwata illa billah. Thuaj hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Mu mjafton Allahu dhe s'ka ndihmës më të mirë se Allahu. Thuaj në momentet e vështirësisë. Mirë po kemi cek shpesh. Nëse do Allahu me të njohë ty, kur jeti në vështirësi, përmend ata kur jeni lehtësi edhe kur jeni të mira. E pastaj kur t'jesh vështirësi, Allahu do të përgjigjet ty menjëherë. Në rastin e të menduarit për ajetet e Allahut, për bukurinë e krijimit të Zotit, më thon subhanallah, qoftë i lavdëruar Allahu, qoftë i lartësuar Allahu. Pra kur të mahnitemi kur qoftë diçka, qoftë njeri, qoftë fëmijë, qoftë male, qoftë kur ta shihni një herë mirë, thuaj mashallah, thuaj subhanallah, përmend Allahun. Përmend Allahun se kjo është personalitetit e pejgamberit alayhi salam. Sa dihet, na fol për mësyshin. Dihet se mësyshi është hak, mësyshi është i vërtetë. Mahritesh me diçka kur ta shihsh, mundesh me marrë mësyshi edhe me dëmtu ata. Prandaj çdo rast kur mahritesh, kur të pëlqen diçka, thuaj mashallah, tabarakallah, thuaj subhanallah, përmend Allahun, që mos me dëmtu tjetrin. Dihet se kur të kujtojnë mëkatet që i ke kry, kur i ke kry ndalesat harame që i ke bën, thuaj astaghfirullah wa atubu ilayhi. E kërkoj faljen e Allahut edhe pendohem tek ai. Kjo është kuptimi. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. E kërkoj faljen e Allahut edhe pendohem tek ai. I bo, këtë dhikre që i ka bu pejgamberi alayhi salam. E me rastin e përmendjes së të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam shëndet me çu salavate. Kur përmendet emri Muhamedit alayhi salam, me thon sallallahu alaihi wasallam. Pra ushimit me thon bismillah, pas ushimit me thon elhamdulillah, me thon falënderimi tek Allahut. Pra me përmend Allahun në çdo gjendje në çdo situatë. Për fund, do t'i përmendim disa dobi të dhikrit, edhe pse dietarët i kanë përmendur me qindra, jo me dhjetra, po me qindra dobi të dhikrit. Ne do t'i përmendim ato disa. E para, prej dobive të dhikrit është largimi i shejtanit. Sa e përmendëm, aty ku përmendet Allahu, largohet shejtani. Kënaqësia e Allahut lartësuar. Kush e përmend Allahun, Allahu është i kënaqur me ta. E treta është dukja e ndjenjes së vetmisë. Kush Allahu ka sprovuar me vetmi, nuk e ka kërkanin, jeton i vetmuar, e dhikri e heq ndjenjen e vetmisë. Të ndihmon. E katërt është problemi i madh. E cekëm disa prej shpërblimeve të dhikrit përmendjes Allahut. Ka shpërblim shumë të madh, ka sevap shumë të madh ai i cili përmend Allahun. Tjetra, shirja e gjunahave. E kemi thënë se veprat e mira i shlyn veprat e këqija, veprat e mira i shlyn gjunahet. E ke bëni mëkat? Përmend Allahun se çajo përmendje Zotit, çajo vepër e mirë ti shlyn gjunahet që ai ke bërë. Kështu Allahu ka thënë Kur'an, kështu Allahu na ka mësuar. Shfaqja e bukurisë në fytyrë. Allah i jep nur, i jep dritë në fytyrë, i jep bukurinë në fytyrë. Përmendesit të Allahut, atij i cili e përmend Allahun shumë. Vendosja lidhjes ndërmjet njeriu dhe Allahut. Ti me dhikr e vendos lidhjen tënde me Allahun, po afrohesh tek Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili bën dhikr, prej dobive është ruajtja e jetës. Allahu ja ruan jetën, ja e ruan prej këqijave ata i cili e përmend Allahun shumë. Kryerja e ibadetit më të ndershëm. Atë ka se dhikri është prej ibadeteve më të mira dhe prej ibadeteve më të ndershme. Dhikri të pengon nga kryerja e mëkateve, të pengon nga sharja, nga ofendimi, nga përgojimi. Sa i cili e përmend Allahun shumë i tutët, pastaj me përgoju dhe mi hin hak dirujna apo me marrë nga përgoj dika. E drejton zemrën nga Zoti i sajna, e nxit njeriu që të vetë kontrollohet edhe që të pendohet dhe të kërkon falje. Pra i cili e përmend Allahun shumë, ka vetë kontroll më të madh ndaj vetvetes, kur i punat të haramët, e përmend Allahun shumë edhe largohet prej gjunave, ka më lehtë mu largu prej gjunave. Plotësimi i disa veprave të mira edhe shtohet shpërblimi për ato. Sa më shumë që e përmendim me Allahun, shtojnë shpërblimet. Melekët e përmendin ato që e përmend Allahun. Kush e përmend Allahun, edhe melekët e përmendin atë person. E dobija më e madhe dhikrit është se Allahu e përmend
atë që e përmend Allahu, që e ceka fadhkuruni adhkurkum. Më kujtoni mua, përmendni mua, unë ju kujtoj edhe ju përmendi juve. Allahu i lartësuar pa ndërprerje ruan atë që e përmend atë, dhe është në një lidhje të posaçme. Ai i cili do të mukon në një lidhje të veçantë, të posaçme me Allahun, le të bëjë dhikr. Ai që e përmend Allahun nuk i vijnë mendimeve të qëllime të këqija. Ai që e përmend Allahun ndihimi i shejtanit është shumë më i vogël. S'mund të depërtu shejtani lart. Ai i cili e përmend Allahun. Edhe mendimet e këqija pastaj i ka shumë të pakta, i zvogëlohen shumë, pse e përmend Allahun shumë. E prej zemrës së tij largohet shqetësimi, brenga dhe raskapitja, pikëllimi dhe ngulësia në jetë. Por s'ka pikëllim për ata që e përmend Allahun shumë. S'ka shqetësim, s'ka brenga për ata që e përmend Allahun shumë. Sa Allahu i gjen rrugdalje dhe rrugëzgjidhje çdo problem dhe çdo situatë. Allahu i lartësuar ja zgjat jetën edhe i jep bereqet në kohë. I jep bereqet në vepra, i jep bereqet në gjithçka. Çka është bereqeti? Kina fol çka është bereqeti? Bereqeti është zbritja e mëshirës Allahut tek njeriu. Në çka do të qetërin? Zbritja e bereqetit në punë, në jetë, në kohë, në parë, në shëndet, në gjithçka. Allahu e zbret bereqetit ai person. Allahu ja zgjat jetën. Pra, për çka që ta po na zgjat jeta, që Allahu na dhon shëndet, është me përmend Allahun. Dhikri e pastron zemrën e besimtarit. Ai i cili bën dhikr, ai nuk e urren kërkan, nuk e mallkon kërkan. Nuk e ka hased, nuk e ka zeli kërkan. Nuk e ka inati kërkujna. Pse? E përmend Allahun dhe Allahu ja zbut zemrën atina. E dhikri jep fuqi njeriu për kryerjen e ibadeteve vullnetare. Ai i cili bën dhikr, ai bën edhe vepra të tjera të mira, nuk e levet me të kaç. Sa di se muslimani duhet të mundu sa më shumë që në po vepra të mira. E prej dobive të dhikrit, janë se njeriu mundohet sa më shumë në kry vepra të mira. Edhe dhikri t'i jep forcë, t'i jep kurajo, t'i jep vullnet që mishtu veprat e mira. Këto janë disa prej dobive të dhikrit. Edhe pse dietarët i kanë përmendur me qindra dobi të dhikrit. Elus Allahu në madhruar me na bë për atyre që e përmendim Allahun shumë. Elus Allahu në madhruar që Allahu më na ruaj gjuhën tonë prej çdo mëkati. Elus Allahu në madhruar që Allahu më na ruaj gjuhën tonë prej çdo sharje, prej çdo ofendimi, prej çdo fjalë të keqe, prej çdo mallkimi, prej çdo sendi që Allahu nuk është i kënaqur me neve. Elus Allahu në madhruar me na falë dhe me na mëshiru, dhe elus Allahu me na tubun xhenet. Çashtu që na tubun këtë xhami, Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi